Në kohën e pandemisë, shteti ynë i dashur supozoj që do na jepte atë mbështetje financiare për stafin, pra 40.000 lekë të reja sa ishte etj. Dhe kuptohet u aplikua nga financa jonë dhe u aprovua sepse ishin mbyllur, pra kemi qenë për rreth 2 muaj, gjysmë 3 muaj, se zjati mbyllur. Normal. Dhe shteti ynë i dashur mbasi aprovoi, por në asnjë moment se the për punë e stafit, dhe që në çdo moment mund të dështosh, mund ngelesh. Stafi gjatë gjithë kohës është paguar, pra ka marrë rrogat. Edhe pas 2 muajsh, sapo u hap gjëja, na vjen përgjigje nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve që ju nuk kualifikoheni për ta marrë atë pagesën sepse ju keni faqe webi online dhe online i ka vazhduar të punoj. Po të vazhdonte kjo gjëja e parë që unë gjatë asaj kohe mendoja është sa kohë do jemi aft dhe i Zoti që të kemë mundësi të paguaj punonjësit, sepse bashkëpunëtorët e mi, sepse ata kanë një jetë, pra kanë një familje, kanë ca njerëz me të cilët ndërveprojnë, punojnë etj. Dhe pastaj të mendoj se si unë do kujdesem, do punoj për të fituar para.